Profesor, si mundet kjo? Duhet të kenë ndonjë gabim. Në asnjë mënyrë. Unë do përjashtohem nga shkolla pas një arsye. Ishte e qartë se kjo do të ndodhte. Ishte e qartë. Jeni të kënaqur me atë që keni bërë? Ja ke shkatruar jetën vetes. Zonja Hedia, të lutem qetësohu, të lutem. Nuk mund të qetësohem. Nuk mund ta bëjmë këtë xhaxhitarik. Mua si më intereson shkolla, për Aslën mos e ngacmoj. Ozan, të ulemi tani dhe të mendojmë me qetësi. Të lutem. Ti the se nuk duhet të shkonim në Izmir. E shikon? Edhe nëse nuk duam ne, po na dëbojnë. A ja vleti Asla, ha? A ja vleti të shkatroje jetën tënde për Ozanin? Nuk do të lejoj kur që Aslës ti ndodh diçka e keqe. Ti tash më gjëja më e keqe që i ka ndodhur ndonjëherë vajzës time Ozan. Asla. Mos guxo, mos e prek vajzën time. Ik largohu që këtu. Hedie? Çfarë po ndodh këtu? Që janë këto britma? Ja tani ne po shkojmë. Çfarë ndodhi bi? Hedie, pse po qan kjo vajza përsëri? A duhet të shkoj ta pyes zotrin Tarek apo do të ma tregosh? Ej Lyl, ku je? Nala ka dalë të më kërkoj. Fshiu, fshiu. Ku je ti? Ha? Del të shkosh deri në market, po pastaj nuk je gjukundi? Çfarë po ngatron ti? Në çfarë po ngatroj, o? Ashtu koha ishte shumë e mirë dhe unë dola për shëtitje në fshat. Pastaj thash të vjen në vendin ku njoh ti dhe babai. Unë nuk e kuptova se si më kaloi koha, më fal. Çfarë i ndodhi lëkundës? Ashtu doja të lëkundesha pak, po ishte e vjetër dhe u thye. Nuk të ndodhi gjë ty apo jo vajza ime, ha? Jo, nën, mirë jam, s'kam gjë. E Lyl, vetëm ishe këtu. Mu duk sikur dëgjova një zhurmë. Jo, unë nuk pash asnjëri. Nën, hajde ja të shkojmë. Shiko, ka shumë gjarpring dhe akrepa këndej rrotull. Mos hajde vetëm këtu. Ai mua nuk më shkoj mendja valla Koraj. Hajde vajza ime, shkojmë. Hajde Koraj, nëna jote do të shqetësohet. Ozan, mirë se erdhe shpirt. A je mirë? E çfarë të bëj, nën? Gjithçka u përkeqësua më keq. Çfarë? Çfarë ndodhi, bir, mos më tremb? Ja thash të gjitha nënës Aslës. Ja vërtetova se nuk e bëra unë. Ai ishte gati të ishte don nga largimi kur erdhi pasaj xhaxhitariku mori një telefonat. Kanë marrë masa disiplinore për mua dhe Aslën. Çfarë? Për çfarë arsye? Nuk e di. Po flasin për na përjashtuar nga shkolla. Nëna e saj u çmend kur e dëgjoi. Unë i prisha të gjitha. Përse nuk e di unë këtë? Pse askush nuk më tha asgjë mua? A foli me Mimtazin për këtë çështje? Si mund ta lejonte diçka të tillë? Për çfarë arsye do t'ju përjashtojnë? Nuk e di. As nuk më intereson. Asën e lash aty. Ajo po qante. Nëna e saj tha shumë gjëra. Dhe unë nuk mund ta mbroj. Ti a e don kaq shumë Aslan?
Të dy i kanë dëshkuar me masa disiplinore. Madje mund të përjashtohen nga shkolla. Sikur të mos mjaftonte turpi për ata që bën. Tani edhe kjo. E di që janë njerëz që ishe çdo ditë. E di këtë. Kush e di çfarë do të mendojnë për ne? Unë nuk di se çfarë të bëj mas, çfarë të them vëlla. Por nuk mund të rri më këtu. Nuk mund të shoh më asnjëri në sy. Ndaj, të kërkoj shumë falje. Unë nuk doja të turproja kur ty. Të lutem më fal. Unë edhe ashtu të ta vuaj dënimin tim. Mirë që nuk mendove për veten ose për mua, por nuk mendove për dajën tënd, turp të kesh. Nuk e mendova, nën. E pranoj. U rrëmbeva ashtu. Bëra një gabim shumë të pamend. Bëra një gabim të madha, në rregull. Aslı! Eja këtu! Bia ime eja këtu, thash! Aslı! Me kë po flasun? Bia ime? Aslı! Aslı, ndalo! Aslı! A mos u brave! Aslı! Bia ime u friksova shumë! A je mirë? Asla, je mirë? Nuk ka asgjë. Vazhdo eci. Pavarësisht se ku e kje ndërmend ta qosh. Mendja dhe zemra e Aslës do t'jenë këtu, sa më shumë që ta shtysh, aq më shumë po e largon nga vetja. Do ta humbasësh Aslën, Hedije. Mirë. Këto gjëra që blem do t'i mjaftojnë për ca kohë tezes. Teze Nuran e pas ke mbushur mirë. Birë nuk është as pak e lehtë, ajo jeton vetëm. Hajde, mi jep mua torbat? Hajde, shko në shtëpi tani ti, nëna jote të shqetësohet. Jo, nuk shqetësohet. Ose nëse do të shqetësoj, do të më telefononte. Në rregull, mërdjale rregullojmë tani. Ej Lyl, hajde vajzejme, hajde. Hajde të fala bëj nënës nga unë. Sikur të kisha ndihmuar deri mbrenda? Ej Lyl. Ej Lyl. Vajzë, përse po qesh kështu? Më shiko mua. Mos u çmend nga treshtimi dhe mos më bëj të vdes para kohë mua. Jo, nën, çfarë shmendurie? Ashtu, ajri pastër më bëri mirë? Jam shumë mirë, mos më rakos. Mirë, hajde shkojmë. Aga, fytyra po të qesh! Shqyqiro zot! Prit! Ta hapun! Hajde, e gjetëm nusëm! Gjetëm, Sejfoj, gjetëm! Mrekulli! Atëherë, çfarë po presim? Të lëshojmë pak muzika në karaje! Ojna, të kërcejmë pak! Apo, tani s'kap se të mbete mendja këtu! Vëlla, ke të drejtë, por si të lë këtë këtu dhe të kthejmë në Ankara? E po ç'do të bëjmë aga? Sikur të rrim edhe një ditë? E dija se nuk do doje të vije gjithsesi. Tash më kam rezervuar një dhomë në Bujtin. Hajde hip në makinë. Çfarë do të bëja pa ty unë? Çfarë do bëj unë pa ty aga? Bre.
Nën, kush e di sa lëmsh duhet e jem bërë gjëra tani? A nuk e dëgjove baban tënd? Do ta përjashtoj nga shkolla. Miru pafshim Aslë, miru pafshim. Nën? Hë? Po sikur ti ndodh diçka Ozanit për shkak të kësaj çështjes disiplinore, po sikur të përjashtoj nga shkolla? Asgjë do të ndodh. Babai i tij është pronar i shkollës. Ashtu është. Oh, më në fund të hoqa qafe Asla. Miru pafshim, shko ku të duash. Kudo që të shkosh, miru pafshim Asla. Miru pafshim Asla. Miru pafshim. Sa e çmendur je edhe ti. A kishte vërtet nevojë për thirrjen e komisionit disiplinor? Do t'i përjashtojsh fëmijët për shkak të një puthje të vogël? Zemër, nuk është vetëm një puthje e vogël kjo. Ozani aktivizoi alarmin e zjarrit. Mendoj se të gjithë në bibliotekë duhet të largoheshin me nxitim. E çfarë pastaj? Kjo ka ndodhur edhe më parë në shkollë. Janë gjëra të moshës. Zemër, disa njerëz u lënduan në rrëmuj. Shiko ti e di. Gjithmonë jam përpjekur të mbaj Ozanin larg të lashve, por antarët e bordit e morën vesh këtë. Nuk mund t'i ndaloja. Gjilide, më kupton ti apo jo? A duhet të transferojmë Ozanin në një shkollë tjetër? Apo, akoma edhe më mirë, ta çojmë në ndonjë shkollë jashtë vendit, si thua? Unë po përpiqem të mbaj djalin tim sa më pranë meje, kurse ti shiko çfarë propozon. E dashur, nuk e di çfarë tjetër mund të bëhet në këto rrethana. Do ta dish, Mimtaz. Nuk kam ndërmend të dërgoj djalin tim askund. Bëj çfarë të duash. Do gjesh një zgjidhje. Do të zgjidh Gjylide. Do të bëj gjithçka që mundem. Por jo që ai të qëndroj këtu, por që të largohet që këtej. Hape, Asla, hape. Ozan, a nuk do të vish në shtëpi, shpirti mamit? Jo, nuk do të vi. Vazhdo ti. Por bën shumë ftohtë. Do të ftohesh. E jem apo e kthe Asën në Izmir. Dua vetëm ta shoh për herë të fundit para se të largohet. Në rregull? Por mos u ftoht, në rregull? Vëre kapelen kështu? Ja, baba, të lutem më lërë të shkoj. Kam shumë dëshirë të studioj, të lutem. Sa më shumë të shtysh, aq më shumë e largon nga vetja. Do ta humbasësh Aslën, Hedije.
A dëshiron vërtet të studiosh? Dëshiroj. E dëshiron me gjysmë zemre? Unë dua të studioj. Edhe atë shumë dua. Ka qenë ëndra ime më e madhe që kur unë isha e vogël. Të studioj dhe të bëhem avokate. Kam punuar me vitet e tërë për këtë, edhe ti e di. Atëherë unë do të shkolloj ty. Çfarë do që të thonë tjerët? Dhe gjithë shkaje do të këndërvijem dhe do të shkolloj vajzën time. A me të vërtet? Po. E kam vendosur. Do të bëj çfarë do që të ketë nevojë. Por edhe ti kështu do duhet të bësh. Nuk do të marrë shkelësh kur fjalën asla. Nën! Faleminderit shumë. Unë të premtoj ty, se nuk do të të shgënjej. Do të bëj çfarë të duash ti. Vetëm më lër të studioj unë. Ti e di se çfarë dua. Nuk do ta shohësh më Ozanin. Në rregull, nën. Çfarë do që të thuash ti ashtu do t'jetë. Do të ri larg Ozanit. Pa shikoti. Erdhëm deri këtu, në mes të baltës dhe pislokut, dhe prap nuk munda të rija vetëm me vajzën. Nise punën nga e bara, birim. Kanë kaluar vetëm 1 ose 2 ditë. Besoj ti nënës tënde, sot do të mbetesh vetëm me Lylin ti. Do ta shohim. Nuran e dashur. Ha? Aman më shpirtim. Mirë se erdhët Razje. Mirë se ju gjetëm. A erdhën prap këta njerëz tinzarë? E dini ju, si është tezja ime, apo? E ka humbur mendjen e shkreta, e di. Tutje, ti ajo që e ke humbur mendjen. Ata janë hajdut, u lexohet në fytyrë, fytyrën e ngrysur, të pa besë. Ej Lyl, vajza ime sill fshesën që ti largojmë këta. Ti largojmë. Aman, teze, përse po e bën këtë shturp? Këto janë komshin ta që moti, e din ti. Teto Nazife! Si qenë ke bërë ti kështu më thuaj mua? Është pleqëri e gjorat. Ai Nuran e dashur, erdhëm të marrim me Lylin e të dy. Vajza dhe nuset në lagjën e sipër më janë mbledhur për të bërë salcë domatesh. E Lyli mund të takohet edhe të shoqërohet me bashkëpunëtarët e saj, apo do ta sjell Koraj më vonë atë këtu? Shko, moj bi, do të bënte mirë ty. Jo pra, s'marr vesh fare nga salca e domates. Nuk do t'ua lë vajzën time të vi me ju. Shkoni gjeni një vajzë tjetër. Mirë atëherë, po vi unë të bëj salcë domatesh. Tezja ime nuk do ta lëre Lylin tani. Ej Lyl, mbaje në vëzhgim tezën ti. Atëherë, Nuran e dashur, lere Korajnë të qëndroj me to. Në rast se kanë nevoj për ndonjë gjë, e din... Jo, nuk kemi nevoj për asgjë. Ne do të rrim me tezën. Shkoni ju. Në rregull, atëherë shpirt, po shkoj të ndërrojmë dhe do vi unë.